Një hadis tjetër në përshkruan skenën e daljes për para Allahu Gjellëshanë. Thot, nuk do të ketë njeri prej jush veç se do t'i flasë Zoti i madhruar në mënyrë direkte, pa ndërmjetësues. Personi do të shohë në anën e gjatë dhe nuk sheh përveç se veprave që i ka bërë në këtë dunja. Do të shohë në anën e mejtë dhe nuk sheh përveç se punëve që i ka bërë në këtë dunja. Do të shohë përpara zjarmin e xhehenemit. I dashuri Allahut sallallahu alaihi wasallam thot: ittaqin nara walau bi shukki tamra. Në këtë situatë të trisht, e tmerrshme, e të frikshme, Muhamedi alayhi salam gjën e parë i preferon besimtarit që hinja frikë zjarmin e xhehenemit dhe e jep një sadaka, nga se ajo sadaka, pa qoftë edhe shumë e vogël, sa një gjisër hurme, do të jetë ndërmjetësues ke Zoti Gjellëshanuhu për t'ju larguar nga zjarmi i xhehenemit. I rast, kjo fjalë e pejgamberit alayhi salam na tregon që për të larguar trupin ton nga zjarmi i xhehenemit të japim pa qoftë edhe gjisëm hurme. Gjithashtu, thot Muhamedi alayhi salatu wassalam, sadakaja, lëmosha, e shuan gadabin e Zotit, e shuan hidhrimin e Zotit, ashtu siç e shuan ujiti zjarmin. Nëse njeriu ka mëkate, e të gjithë ne kemi mëkate, atër largoje hidhrimin e Allahu Gjellëshanuhu prej teje duke dhënë sadaka. Nëse ka ndodhur që t'jesh në fatkeqësi të ndryshme, atër gjeje një nevojtar dhe shpenzo nga pasuria ite për hir të Allahut, që duke e gëzuar nevojtarin, Allahu i madhruar të të largoje fatkeqësinë.